Po japin kontributin e tyre në rikonstruksionin e Spitalit Rajonal Omer Nishani në kujdesin e specialistëve të kualifikuar duke perfeksionuar njohuritë praktike. Janë nxënës të shkollës profesionale Thoma Papapano në Gjirokastër, duke kryer orët e praktikës për degën instalues i sistemeve termohidraulike. Të rinjt shprehen të kënaqur me mundësinë që u shndën për t'u aftësuar mbi profesionin që kanë zgjedhur. Kemi 3 muaj që kemi filluar praktikën këtu te Spitali i Gjirokastrës. Vemi këtu sa herë që kemi praktik, teorinë që mësojmë aty e zbatojmë këtu në teren. Ku është dora tuaj në këtë spital? Po te kalldaja, te sistemet e aspirimit, te kondicionimi, kemi përparuar me praktikën e hidraulikën. Shumë mirë ka ecur me ndihmën e ndihmësit të madh që jemi duke mësuar. Ai është inxhinieri që shkojmë pas atij dhe jemi të kënaqur me praktikën që bëjmë. Mësojmë, jemi futur dhe vetë në punë, kemi ndihmuar, jemi aftësuar më shumë, nëpërmjet teorisë që bëjmë në shkollë, po dhe praktikës akoma dhe më mirë në spital. Kam plan ta mbaroj vitin e 4, mendoj që të vazhdoj dhe shkollën e lart, pse jo, shkolla profesionale Thoma Papapano të jep një mundësi që të lëvizësh dhe në Europë, që mund të punësojmë kudo, dhe akoma dhe më mirë të vazhdoj shkollën e lartë, pse jo. Nxënësit e kësaj dege aktualisht orët e praktikës profesionale i zhvillojnë në biznese, por edhe institucione shtetërore duke u bërë gati për tregun e punës. Nxënësit e vitit të 3, po dhe të vitit të 4, aktualisht praktikat profesionale i zhvillojnë në biznes dhe në ambientet e shkollës. Pra shpërndajnë 50% në biznes dhe 50% zhvillojnë në ambientet e shkollës. Kjo për arsye që të ketë një ndërthurje më të mirë të praktikave që zhvillojnë në ambientet e shkollës me ato të praktikave që zhvillojnë në biznese. Deri tani jemi të kënaqur me bashkëpunimin e bizneseve, sepse na kanë vënë në dispozicion gjithë resurset e tyre, qoftë njerëzore, qoftë edhe materiale, për të zhvilluar sa më mirë praktikën në nxënësit të shkollës tonë. Certifikata e nivelit të 3 nxjerr specialist dhe certifikata e nivelit të 4 nxjerr menaxher. Pra i bën që kur dalin në jetë, nxënësit të dalin menaxher, që mund të menaxhojnë një brigadë ose punën e tyre. Shkolla Thoma Papapano ka nënshkruar mbi 30 marrëveshje bashkëpunimi me biznese dhe institucione shtetërore për zhvillimin e praktikave profesionale nga nxënësit e saj.